Në 2 bastisje në po aq objekte banimi në Gostivar, policia ka arritur të gjejë dhe konfiskoj sasi të konsiderueshme të lëndëve narkotike. Në rastin e parë, në një banesë që ndodhet në rrugën Nikola Parapunov, prone 57 vjeçarit me inicialet RM, policia ka konfiskuar 1378 gram marihuan, që ishte fshehur në ambalazhe pijesh. Policia njoftoi se gjatë bastisjes që ishte realizuar me urdhër të gjykatës, sasi e drogës është konfiskuar, kurse 57 vjeçari në koordinim me prokurorin publike është privuar dhe mbajtur në stacionin policor në Gostivar. Po të njëjtën natë me urdhër të gjykatës ishte bastisur edhe banesa e 25 vjeçarit me inicialet AR që ndodhet në rrugën Goce Delçev në Gostivar. Në dhomën ku flente personi në fjalë, nën krevat, policia ka gjetur 2 qese najloni me marihuan, ndërsa në sakun e tij edhe një qese tjetër po ashtu me këtë lloj droge. Pas bastisjes, sasi e drogës është konfiskuar, kurse personi në fjalë është privuar dhe mbajtur në policinë e Gostivarit. Brenda kohës pritet që 2 banorët e Gostivarit të dalin para trupit gjykues në gjykatën e Gostivarit, ku do të vendoset për procedurën e mëtutjeshme ndaj tyre. Fenomeni tregtisë me lëndët narkotike vazhdon të paraqes rritje të vazhdueshme, kështu gjatë vitit të kaluar policia zbuloi 46 persona që merreshin me trafikim të palejuar me drogë.